Këtu është bërë prita, këtu I kemi qarmatos, një mënyrë një lloj kërcënimi që vetëm më I lirue, po kemi qenë kategorik që nuk lirojnë. Ka qenë një përgjegjësi bukur e madhe prej fshatrave të Posaviqet deri në Stanaf që ka qenë përgjegjësi. Domethënë me 6 janar mund këtë vend këtu. Vëzhgues tonë që kanë qenë edhe në pjesën më poshtë në fshatin Marzis, I kanë vrejt një patrull të armikut që duke ardhur drejt pozicioneve tona. Atëherë unë si komandant brigadi kam urnuar që të largohem barikadat për rrugë edhe t'i lam derisa të vinë drejtor më të thellë të brigadës 141, konkretisht domethënë këtë vendin këtu. Këtu është bërë prita, këtu I kemi qarmatos, domethënë kanë marrë pjesë policia ushtarake, njësia speciale e brigadës 141 MU, ka dhe stafi I brigadës që kanë qenë për momentin këtu. Pas një hezitim janë dorëzuar, unë nuk kam tentuar të paktën diçka, se kam po që kanë qenë të rrethuar, janë dorëzuar, I kemi qarmatosur, I kemi përcjell në një bazë të brigadës 141 në fshatin Bajkur. Mundem me thonë që mrena ore kanë bërri vëzhgues ndërkombëtar, po se që kanë qenë, kanë filluar bisedimet në mënyrë një lloj kërcënimi që vetëm më I lirue, po kemi qenë kategorik që nuk lirojnë, domethënë vetëm mundem me bëj këmbim të rreth të luftës. Kemi njoftuar dhe komandantin e zonës operative të Shallit, Generalin Kaman Lama, I cili edhe ai ka qenë këtu. Kanë filluar një farë lloj presioni I vëzhguesve, edhe pse kanë qenë për çdo ditë, domethënë non-stop I kemi pas vëzhgues ndërkombëtar që na kanë nejt para shtapit, po njëkohësisht ja u kemi mundësuar që të paktën kontaktojnë me ta, t'i shohin që janë gjallë, në një mënyrë janë gjallë shnosh e mirë, domethënë që nuk I kemi maltretuar, nuk I kemi rrarë, po kemi vepruar në kundër të konventave të luftës. Ne atë kemi nxjerrë me 6 janar, mund këtë vend këtu, domethënë bisedimet I ka kryer shtabi I përgjithshëm, domethënë vetëm robërit e luftës kanë qenë këtu. Kanë 8 pjesëtar, 7 ushtarë dhe 1 non-oficer. Gjitha janë zhvilluar në kodër shtabi përgjithshëm. Kemi arrit që të paktën t'i këmbejmë me 9 pjesëtar të UÇK-s të cilët janë zënë rob në kufirin shqiptar. Ne zakonisht I kemi vendosur në bazat ku I kemi pas pjesëtar të UÇK-s. Kemi marrë në shkollë Bajgorës, kemi marrë Govacic, Mbare, kemi lëviz për çdo ditë ja kemi në rrugën. Ama për se këto marrët 2 herë në ditje vëzhgues ndërkombëtar I kanë vëzhguar, I kanë thyer, a janë gjallë apo që të paktën kanë menuar që mos I kemi vrarë. Domethënë I kemi respektuar gjitha konventat e luftës, bazë përvojës që kanë pasur edhe në luftën më herë në Bosnë. Domethënë e kemi ditë çfarë do të thotë nxënja e rrave ose pak ne kemi bën një dallim, nuk I kemi lënë ushtarët që janë bashkë me non-oficerin. Domethënë non-oficeri ka pasur një tretman pak më ndryshe, ushtarët pak më ndryshe. Nuk ka qenë e lehtë të veprosh edhe pse tash edhe marrë që I kemi respektuar gjitha konventat e luftës, ja kemi mundësuar përmes telefonit satelitor të gjithë pjesëtarët që kanë qenë zënë rob, kanë komunikuar me familjet e tyre, kanë biseduar me ta, I kanë treguar që jemi shnosh e mirë, po jemi zënë rob nga ushtria shqiptare e Kosovës. Njëkohësisht kur bë këmbimi tyne dhe kur kanë rrinë kazermën armatës jugoslave në Mitrovic, na u kanë falenderuar, domethënë që ekzistojnë inicizimet që ushtria shqiptare e Kosovës u sill shumë mirë me ta. Në shkëmbimin e ushtarëve kemi bërë këtë pjesë këtu. Domethënë ne kemi dhënë vëzhguesve ndërkombëtar, po derisa kemi marrë përgjigjen prej shtabit të përgjithshëm që I kanë liruar pjesëtarët e UÇK-s, atëherë ne kemi dorëzuar vëzhguesve ndërkombëtar ose që ka qenë atko, këtë pjesë këtu I kanë marrë edhe I kanë përcjellë në Mitrovic.